shtylla elementare e ndërtimit të familjes është besimi në Allahun dhe përulja me namaz. Andaj nga prioritetet e çdo familje është mu kujdes për namazin e gruas, apo falet, apo i rringati, më shumë se mu kujdes ndoshta për shërbimet dhe punët e tjera apo i bën apo i kryen si duhet. Për fëmijët e tu apo falen. Ku janë ata me namaz? Prandaj të ndozur namazi sot fatkeqësisht e ka humb vlerën që e meriton. Për kushtimi jonë për të kujdes për namazin ka zbehje serioze. Edhe në raport me vetveten, po në raport me familjarët. Prandaj ne nëse ndërtojmë kuptimin ton për familjen dhe ndërtimin për familjen mbi bazën e përuljes me sejdë dhe ruku, pastaj Ramazan do të jetë pasuri. Do të jetë pasuri për shkak se baza ekziston. Prandaj nga kjo perspektivë kuptojmë se familja e ndërtuar mbi bazën e adhurimit realisht vazhdon rrugtimin e adhurimit edhe në sezonin e radhës që është sezoni i muajit Ramazan. Është normale pastaj. Na mund të flasim lirshëm për një familje të organizuar për namaz natë, të cilët realisht gjatë vitit farzët i kanë të kryera. Gjithmonë.